është mirë mi tregu dikush Bedri Hamzës që njerëz që punojnë mas shumë të kundër PDK-s janë vetë njerëz të PDK-s. Me ose pa vedije, njerëz të PDK-s, këtë rast Sami Lushtaku, bëjmë vepra në kohë zgjedhjes ku të cilat praktikisht llogaritën prej popullit si vepra të rënda dhe pastaj edhe humbin votë. Jo që pritet PDK-ja me fitu për mendim tamin në ajsa, po kjo veç e dëmton. Ma mirë është me marë Fatmirin që t'ka sha, si sa ky që s'tëshan, po të re. Në kuptimin për zgjedhje të re. Që s'pëdia e ka re, këto ase e ka re. Po thojnë, nështë ta. Jo kemë shumë i sigurt. Nështë ta dhe e ka re, nështë ta dhe se ka re. Po, dajme të tilla nuk i boj mirë, apo dem. është pak problematike, pastaj me dalë me shpjegu popullit pse nuk distancohet PDK-ja prej gjërave të tilla. Unë personalisht nuk jam votu si PDK-s, as do t'jam kur, as si LDK-s, as si LVV-s. T'jemi t'kartë.